Performanca e këngëtarit serb të Turbo Folkut, Aka Lukas, në një lokal në Kava Darçi, ka përfunduar në mënyrë dramatike me ndërhyrjen e policisë. Këngëtari serb u arrestua për shkak të shkeljeve serioze të sigurisë, angazhimit të paregjistruar dhe të kalimit të kapacitetit të objektit, siç konfirmojnë nga Ministria e Brendshme dhe nga kryetari Mitko Jançev. Incidenti ndodhi pak pas mesnatës së të shtunës, kur policia, inspektorët për të huajt, inspektoriati tregtar, AI punës dhe drejtoria për të ardhurat publike kryen një kontroll aksional. Lokali me një kapacitet zyrtar prej vetëm 200 mysafirësh ishte mbipopulluar me rreth 700 persona, duke krijuar një rrezik të drejtë për jetën dhe shëndetin. Nuk do të lejojmë një skenar si ai i Koçanit, siguria është mbi të gjitha, theksoi Jançev, duke kujtuar tragjedinë në diskotekën Puls. Organizatorët më parë kishin kërkuar leje për zgjerimin e hapësirës dhe vendosjen e pajisjeve urbane, por komuna e Kava Darçit e refuzoi kërkesën më 14 nëntor për shkak të vlerësimit se kushtet nuk ishin të sigurta. Pronari u njoftua me shkrim dhe gojarisht për këtë. Një shkelje shtesë ishte angazhimi i paregjistruar i Lukas, pasi ai nuk ishte regjistruar as në Agjencinë e Punësimit, as në Ministrinë e Punës. Ministria e Brendshme e Maqedonisë konfirmoi se Aka Lukas performoi pa lejen e nevojshme. Për këtë i është shqiptuar një gjob dhe është dorëzuar një kallëzim administrativ. Arrestimi ndodhi 10 minuta pas mesnatës dhe performanca u ndërpre menjëherë.